Influencerja e njohur shqiptare Hatixha, e cila në rrjetet sociale njihet thjesht si Hati, ka ndarë së fundmi disa reflektime të sinqerta mbi mënyrën se si njerëzit përreth saj kanë reaguar kur e kanë parë Pashami për herë të parë. Në një bisedë të hapur me moderatoren dhe deputeten Grida Duma, Hati ka treguar se megjithëse ka marrë shumë komplimenta për pamjen e saj natyrale, shumica e njerëzve mendojnë se ajo duket më bukur me shami dhe se edhe vetë ajo e ndan të njëjtin mendim. Gjatë intervistës, ajo rrëfeu se disa prej mikeshave të saj, veçanërisht ato që nuk e kanë njohur më parë pa mbulesë, janë surprizuar kur kanë parë fotot e saj pa shami. Të gjitha vajzat me cilat unë kam bashkëpunuar apo mikeshat mia që nuk më kanë parë që e vogël, pra që nuk më ka njohur kur pa shami, më kanë thënë një yll, je shumë e bukur, ama kjo shami aty të bën të veçantë, kjo shami të bën kjo që je, ti e ke shamin tënde, ty t'jep mënur, dhe unë e marr për kompliment. Hati u shpreh se për të shamia nuk është vetëm një simbol fetar, por edhe pjesë e identitetit të saj personal dhe estetik. Ajo theksoi se pavarësisht se njerëzit e komplimentojnë edhe pa shami, ajo vetë ndjen se pamja e saj është më e plotë dhe më përfaqësuese me të. Hati është bërë një nga figurat më të përfolura në rrjetet sociale në Shqipëri, pikërisht sepse kombinon bindjet e saj fetare me një mënyrë jetese të hapur, pozitive dhe të lidhur me trendet bashkëkohore.